Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahun e madhuar falendrojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë edhe sot lejen e Allahut të mënduar me hadithet, transmetime që i ka përmbledhur Imam Buhariu rahimahullah në librin e tij Al-Adab al-Mufrad. Kemi folur në takimin e kaluar se çdo teprim është i shëmtuar dhe i rrezikshëm, veçanërisht teprimi në fjalë, nga se njeriu për çdo fjalë do të jap llogari për Allahut të mënduar. Nëse më tepër i shton fjalët, më tepër e shton edhe përgjegjësinë dhe llogaridhënien. Andaj njeriu duhet në kësaj bote të mundohet në maksimum që me ia lehtësu vetes llogaridhënien për Allahut të mënduar, jo më ia vështirësu. Ai që don me pas më të lehtë dalin për Allahut, do të më kujtes për shumë gjëra në veçantë për gjuhën e tij. Nga se kemi përmendur se gjuha sjell probleme të shumta njeriu. Kur flet shumë, patjetër dhe gabon. Kur flet shumë, ka lëshime shumë. Kur flet shumë, përzihet në tema që nuk i përkasin. Kur flet shumë, humb shumë. Për faktin se aja që e flet mund të jetë shpesh herë edhe muhabet i kot, pa përmbajtje, pa dobi, vend që ta dëgjon më shumë, e të përfiton më shumë, e të përmend Allah më shumë, ai flet shumë, andaj këtë aspekt humb. Prandaj ruajtja e gjuhës është padyshim një nga cilësitë e besimtarit dhe nga çështja që besimtari ka kujdes të madh. Mos kujdesi për gjuhën sjell probleme të mëdha. Disa i kemi përmend takimin e kaluar, e për disa Buhariu vazhdon me fol edhe në kapitullin e vjues. Në kapitullin e vjues Buhariu rahimahullah flet për një vest të shëmtuar, shumë të keq, i cili padyshim është i refuzuar nga njerëzit, edhe pse fatkeqësisht njerëzit e refuzojnë me gjuhë, por e pranojnë me mendje, me zemër. Thot Buhariu rahimahullah, kapitulli që flet për dyftyrshin. Njeriu i cili nuk ka sinqeritet, i cili ndryshon në bazë rrethanave dhe situatës. Në gjuhën e shariatit, dyftyrsh dhe munafik. Munafiku, përmendën në Kur'an, është një sure në Kur'an, surat El-Munafiqun, flet Allah për munafikat, flet Allah në surën An-Nisa për munafikat, flet Allah në surën At-Tawba për munafikat, flet në fillim të Kur'anit në surën Baqara për munafikat, nga se janë shumë të rrezikshëm, janë shumë destruktiv, do të thotë shumë sherrë vijnë prej tyre. E këtu Buhariu rahimahullah nuk flet për munafikat në aspektin e përgjithshëm, në kuptimin e asaj që me i përmend cilësitë e tyre, me i përmend rreziqet jo kështu apo. Po flet vetëm për një aspekt të dyftyrshit. Një aspekt vetëm. Jo këtë aspektet e tjera që, domthonë, përfshihen në kapitullin e problemeve me nifakun, probleme me dyftyrsinë. Buhariu këtu ka përmend hadithin e Ebu Hurajrës radhiyallahu ta'ala anhu, i thotë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: min sharri nasi dhul wajhayn alladhi yati haula'i biwajh wa haula'i biwajh. Muhamedi sallallahu ka thënë nga njerëzit më të këqij është dyftyrshi, i cili me një fytyrë e takon këtë e me tjetër fytyrë e takon atë. Çka kupton kjo hadith në rrugën? Fillimisht pejgamberi më thotë njeriu më i keq. Do të thonë na mëson çka është e keqja. Muslimani krahas asaj që duhet të mësoj të mirën, edhe duhet të mësoj cilësitë e njerëzve të mirë që ai të pajiset e të pasurohet me to, ai duhet të mësoj të keqen. Jo për me vepru, për me urujt. Nga sa ai që nuk e njeh të keqen, rrezikon me rënte. E mashtrojnë njerëz, e manipulojnë. Andaj besimtari sa më i vetëdijshëm, sa më i vëmendshëm, që është karshi të keqes, më i mbrojtur është, me lejen e Allahut më dhuar. Andaj na jo në detale njeri me umar me këtë punë shumë, por aq sa ka nevojë çdo kush për njerëzve. Duhet me njoft të keqen, me njoft sherrën, me njoft njerëz të lig, mos me leju me të mashtru. Nëse sot ka shumë njerëz të lig
që mshefën mas titujve, mshefën mas fjallet mëdhaja, mshefën mas çështjeve madhore, ndërsa kanë këtë tjera interesa, Allah na ruaj. Mund të jetë me emën kush e çfarë titulli ka, mirë po, fatkeqësisht është pjesë e agjendave të rrezikshme. Prandaj ne nuk duhet veç fjalë me dëgju. Nuk duhet veç me pa çka po thot. Mirë po me shikuar edhe jetën e tij, me shikuar edhe veprimtarinë e tij, produktivitetin e tij, ku është, çka është të bëjë, me kënd përrrim, ku t'ia bën hizmetin, që me kon pastaj edhe të kujdesshëm në raport me të. Ka njerëz që të flet mirë, të kënaq, mirë po veprat i ka komplet në shkërputje me atë që e flet. Prandaj ka thënë pejgamberi njëri më i keq, do na mëson kush është njëri i keq. Na do të më njoft edhe njerëz të këqij, por do të më njoft edhe veprat e këqija, cilësitë e njerëzve të këqij. Pse o ky njeri i keq? Asnjëri nuk është i keq për shkak se ka këtë ngjyrë, larg asaj. Asnjëri nuk është i keq pse e flet këtë gjuhë. Shariati nuk i dallon njerëzit në bazë të gjuhës, në bazë të ngjyrës, në bazë të prejardhjes, në bazë të gjendjes sociale, ekonomike. Jo, absolutisht. Njerëz ndahen në bazë të veprave të tyre. I miri beson edhe bën punë të mira. I keqi nuk beson edhe nuk bën punë të mira. Çështja është dalja esenciale. Tani mes tyre ka do që nga kësaj nga asaj, mirë po, këto janë ndarjet kryesore. Andaj besimtari duhet me njoft të keqen, murojt, me njoft imanin sa është i mirë, po me njoft edhe kufrin, mosbesimin, me njoft shirkun, idhutarin, me çka mund Allah të më bëjë shirk. Të aty në ato fjalë, vepra që çojnë shirk, me njoft besimtari këto, me ditë, murojt për shirkut. Veçani sot në kohën tonë të ndërvëzër, ka shumë mashtrime në rrjetet sociale, ku njerëzit bëjnë pjesë atyre mashtrimeve e bin shirk, duke u treguar të ardhmen, parashikimet e caktuara, pjesë të fallit bëjnë njerëz pa i njoftë se në fare, ose bëjnë pjesë të kulturave të së kaluarës që janë të ndërtuara në shirk, e nuk i njeh këtë muslimani, edhe pastaj e njollos besimin e tij, madje edhe rrezikon me e rënuar tërësi besimin e tij. Ka lloj-lloj çështje në rrjetet sociale që janë në aspekt jashtëm tërheqëse, jorse interesante, domethënë joshin kurrësh të njerit, por janë fatkeqësisht të ndërtuara mbi bazën e shirkut, idhujtarisë, mosbesimit në Allah xhallahu ala kështu me radhë. Ai më pas kujdes njëri, domethënë cilave faqe po i përgjigjet, cilave punëve po i përgjigjet, me pas kujdes, nëse diçka mund me konë si loj, mirë po në atë loj është më shef, një e keqe e madhe. Ka loja të saktuara, madje ka filma vizatimor, që fëmija i këqyrin, e aty për shambull është një superhero, ato që ka, për shambull fuqi, jashtë njerëzore. Ato që ka veç Allahu e ban, atia mund se mi bo. Edhe fëmija këqyr për loj, mirë po taj, shtresohet në nënvedinë e tij fatkeqësisht, një superhero i caktuar i cili ka mundësi me bëj gjithçka, që ndoshta nesër ai ka mundësi edhe me adhuru, ka mundësi edhe me lut, ka mundësi me tentu me bëj si ai e kështu me radhë. Prandaj ka shumë sherr, duhet mbrojt. E për mbrojt peshërë duhet me njoh sherrën. Një peshërë është edhe kjo që fol për të pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, munafiku, dyftyrshi. Dhe këtu thash pejgamberi s'ka fol komplet për dyftyrshin. Ka hadithe ku thot pejgamberi ajetul munafiqi thalath. Shenjat e një munafiku janë 3. Dikun ka thënë 4, dikun ka thënë është detajzuar në forma ndryshme munafiku. Këtu flet për një kategori të caktuar të dyftyrshave. Cilët janë këta? I cili këtë atakon me një fytyrë e këtë atakon me një fytyrë. Çka nuk kupton kjo këtë me një fytyrë e këtë me një fytyrë? Do të rrin me ty edhe të livdon, të ku me konë si ti, elhamna që të kjena, e kështu më radhë, që ta kënë shpinën, me atë tjetërin pas ta i fletë kundër teje. Fletë keq për ty, banë fjallë, i njëk metat, që kjo është që kënë pejgamberit njëri ma i keq që kjo. Ose për shambull, rënë me muslimantë, rënë me besimtarët, rënë me devotshmit, edhe bëhet si kursa ata. I takon ata me ftyrë të besimtarit, i takon ata me ftyrë të dashamirit. Na musliman duhet me punu, na musliman duhet me angazhu, na musliman, si të u këthen shpinë muslimanve, shkon të grupet e tjera që jenë kundër muslimanve, e thot, unë veç rrim me ta sa për
domethënë interesa të caktuar, sa për këtë nga sonjë me juve. Tamam sikur se I përshkruan Allahu xhallahu në surën Bakara. Apo wa idha laqul ladina amanu qalu amanna. Kur I takojnë ata që kanë besu, thonë na me juve jena. Wa idha khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. E kur takohen me shejtanët e tyre, thonë na me juve jena, veç na kena kundu bajgare. Si në musliman, fatkeqësisht ka edhe nga njerë që mund t'jenë të pushtetit, për shkak të pushtetit karrikës, me besimtarët tregojnë që musliman, e tregojnë që në xhamis, s'te kthejnë shpinin, I thojnë atyre të tjerëve, jo më çfarë na musliman si jena, as s'kena interes për fenë kështu më radh. Që të janë dyftyrshëm, që ka dhënë për njerëz më të këqij. Njeri nuk bën më kompleksu nga feja e tij. Nuk bën njeri muni me marrë për shkak të fesë vet. Çka ka në fen tonë që të bën me kon me marrë? Ai të kallzon. Çka ka në Islam diçka që të bën me ul kokën, kurrë vallahi, veç të bën me ngrit kokën, me kon faqe bardhë. Mirë, ku njeri ka interes të dunjas, materialet, pushtetit, fatkeqësisht edhe fenë e shet veç me rrit karrikën. Allahu na rujt. Prandaj këta janë ata që ka thënë pejgamberi sharrun nas, njerëz më të këqij. Të cilët për shembull, para njerëzve shiten për të fituar. Çka do qoftë për të fituar? Pozitë, votë, para, biznes, çka do qoftë. Pastaj kur të kthejnë shpirtin, thonë jam për vetë sa për me fituar që na pasë mandej I na këtë ndryshë ato. E nisë me njëri më rujt. Kjo është çdo nivel familjar, fqinësor, shoqëror, pushtet, krejt kategoritë e njerëzve mund të përfshihen në këtë vest të shëmtuar. Prandaj pejgamberi ka thonë këta janë njerëz më të këqij. Më rujt njëri, më koni sinqert. Nëse sheni të metë musliman, këshilloj. Nëse sheni problem, këshilloj, fal për të. E sheni problem të një vllai jot musliman, këshilloje. Ama jo me I bo lajka e me livdu në sy, pastaj mas pinim I thonë, çka është një më e keq, Allah na rujt. Kjo është padyshim cilësi e munafikëve, nuk ka cilësi e muslimanëve. Muslimani është I sinqert, muslimani është I vërtet në fjalët e në veprat e tij, nuk gënjen, nuk mashtron, edhe është, domethënë, me një fytyrë. Kudo që të është, unë jam ky. A është në xhami, a është shtëpi, a në punë, a është në shoqëni dikun, a është në vend vet, jashtë vendit vet, vjen koha namaz e quhet falet. Ama jo falet veç, domethënë në xhami ose kur e nxjerr musafirët, që falen, po më që ja falem. Ama kur shkon me ata të tjerë, s'falet. Ja, kështu muslimani nuk është. Falet për Allah xhallahu ala, jo për njerëz. Nga se Allah xhallahu ala kur I ka për shumë nafikat, ka përmes ata edhe namaz kanë problem. Wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Allahu tha, wa idha qamu ila as-salati, kur shumë fal qamu kusala, me dembeni, kum nxënën çta njerëz tash kum gjetën këta mu, s'mundet pa uqu, apo? Ama qohet me dembeli, qohet për sy e faqe, Allah na rujt. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Edhe Allah na përmend veç pak, sa për sy e faqe. Nuk e përmend Allah me zemër, nuk e përmend Allah me sinqeritet, me vërtetësi kështu më radh. Dhe këta janë ata që ka thënë pejgamberi sa kanë dy fytyra. E pse Buhariu rahimullah e ka përmendur këtë kapitull mas gjuhës, për shkak se zakonisht këta e manifestojnë këtë ndryshim të gjendjes me gjuhë. Kur takohet me këta, takohet me një fytyrë. Ç'është me një fytyrë? Me një gjuhë. Me këta flet gjuhën e fesë, gjuhën e sinqeritetit, gjuhën e punëve të mira, kur takohet me ata me fytyrë tjetër, me gjuhë tjetër. Prandaj shikoni gjuha që është me kon problematika, Allah në me çunir deri në dyftyrsi. Deri në dyftyrsi. Prandaj Buhariu rahimullah e ka përmendur këtë kapitull pas gjuhës, nëse gjuha din me qenë tregues I madh I njeriu a është I sinqert apo nuk është I sinqert, Allah na rujt. Pastaj ka përmendur kapitullin e ardhshëm bius bab ithm dhil wajhain. Kapitulli që tregon se çfarë gjynoi ka ai që është çështë dyftyrsh. Çfarë gjynoi? Pejgamberi tha, njëri më I keq po në dunjë. E në herat çfarë gjynoi ka? Çfarë dënimi ka? Ka thonë pejgamberi në hadithin që transmeton Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, ka thonë sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë man kana dha wajhayn fi dunya, kush në këtë dunjë I ka dy fytyra, kana lahu lisanan yawm al-qiyamati min nar. E ditën e gjykimit do të ketë dy gjuhë zjarrit. Pra që ka lidh fytyrën me gjuhën.
Nëse njeriu e tregon fytyrën e vet realisht përmes gjuhës së tij. Përmes gjuhës së tij. Dhe njëri të ndërruazër ka mundësi më mshef mas gjuhës tij dedikon. Po s'mund e gjithë. Pa më ashtu gjuha e tij, pa ato gjuha e tij dikon është e pamundshme. Dikon shohet, s'ka mundësi. Nuk ka mundësi tan kon me kon, domthonë nëse s'është i sinqert, veç me një gjuhë, ja s'ka mundësi. Dikun e ndrën. Andaj gjuha është tregues, domthonë kogja i madh se çka ka në zemra. Andaj ka thonë dietarët e hershëm, kanë thonë se gjuha është luga e zemrës. Gjuha është luga e zemrës. Gjuha për mbol ku merr në zemër. Çka ka në zemër e çet njëri përmes gjuhës së tij. Ai mund kanë më vështirë, mund kanë më kallzu çka s'ka, po nuk ka mundësi gjatë me çu. Nuk ka mundësi me këtë njerëzit. Me disa s'ka çfarë pa kallzu çka ka në zemër. E Allahu te barekuhu teala e din edhe shë. Andaj Allahu thot për ta në Kur'an, yastakhfuna min an-nasi wa la yastakhfuna min Allah. Wa huwa ma'hum idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl. Ata mshefën për Allahut. Mshefën për njerëzve, yastakhfuna min an-nas. Për njerëzve mshefën, ruan për njerëzve. Ndërsa Allahu thot, wa la yastakhfuna min Allah. Allahu na ruaj. Ndërsa për Allahut nuk ruan. Nuk ruan. Se kanë ngale Allahu pa i shah apo i dëgjon. Me rëndësi është njerëzit. Wa huwa ma'hum, Allah është me ta idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl. Kur ata shprehin me fjalë që Allah nuk është i kënaqur. Do thonë kujdesin komplet e kanë kashi njerëzve. Njerëz me lëvdu, njerëz mos na dinë çfarë jemi. Për tjetër s'ka gale. Allahu s'është më rëndësi, Allahu billah. Kjo tregon domosaj zemër ti sa ka besim. Përmes shkopit e ka shprehur përmes gjuhës së tij. Ai që domethënë është kështu do të ketë dy gjuha ditë e gjykimit. Pse? Pse në dynjë ka pas dy gjuhë. Një gjuhë ka pas për besimtar, një gjuhë ka pas për të tjerët. Një gjuhë ka pas për popullin e vet, një gjuhë ka pas kundër popullit vet. Një ka pas dy gjuha jeta. Një gjuhë ka pas kur ka shit, një gjuhë ka pas kur ka ble. Apo, kur ka ble me një gjuhë. E kur ka shit me një gjuhë, kuptim pashtrimit. Andaj çu ka pas dy gjuhë, ndonjë që ka mashtruar me to, do të ketë dy gjuhë nga zjarri. El jaza'u min jinsil amal. Rregull është që e kam përmendur dietarët se shpërblimi është sipas llojit të veprës. Qysh ke pas veprën, çashtu kemë pas edhe shpërblimin. Në kuptim të edhe vlerësimit, po kuptim edhe të dënimit edhe ndëshkimit, Allahu xhallahu ala na ruaj. Dëshmim ka ardhur se një njeri ka qenë i plot i madh, ka kaluar para pejgamberit, e ka thënë pejgamberit, hadha minhum. Kjo është një pyetje tyne. Kjo është një pyetje që i ka dy gjuhë, që thotë se kur pejgamberi ka pasur munafika. Na nuk dim kush janë këta njerëz. E para, e dyta mund t'i dim në bazë sjelljeve të veprave, por na nuk bën kështu me përhap me emra, në esencë. Por vetëm në raste të veçanta. Ama pejgamberi ka ditë, me shpallje, Allah i ka thonë. E pejgamberi shikoni ka fol për këtë njeri pse? Se ku në rrezikshëm. I mësoi sahabët të ruani për çtinave. Dhe ka njerëz që të rrezikshëm të nervozër mashtrojnë njerëzit, jo ka njerëz që kuptojnë mashtrimet e tyre. Jo ka njerëz që kuptojnë dredhitë e tyre. Prandaj njerëz e mençur, njerëz e dikshëm që i din këtu, duhet me fol për cilësitë, me fol për shkakun për veprat e kësaj rrad mirë, po kur e tepron edhe bëhet i rrezikshëm, duhet ka herë edhe me emër me fol. Duhet ka herë me emër, fol filoni të runi për tyne. Nëse njerëz për shkakun nuk kanë të kujdesshëm, ka njerëz që njerëz e din kush është. Në rregull, për këtë s'ka flet. Po ka njerëz që për shkakun njerëz nuk i din, mashtrohen mas tina. Për shkakun e marrin fen për tina. Për shembull e marrin mësimin për tina, për shembull marrin premtim, marrin çka për ti, nuk e din. Duhet më thon filoni ruaj me emrin mbi emrin. Për shkak se kanë argumente të mjaftueshme në bazë të dijes, në bazë të asaj që Allah ka folur se filoni është njëri i rrezikshëm. Andaj ka thënë pejgamberi, "Çka është për ty natë? Çka është për ty natë?" Andaj njëri më ruaj nga këto Allah na ruaj këto vesë të këqija, që fatkeqësisht që kërsa pajma se njerëzit më të këqija. Edhe kapitulli i fundit për këtë pjesët, ka thonë Buhari rahimahullah, bab sharrun nasi men yuttaqa sharruhu. Kapitulli që flet për atë se njëri më i keq është ai që njerëzit ruhen për sherrin e tij. Edhe këtu ka folë për njërin e keq. Për njërin e keq. Këtu kemi një hadith që domethënë duhet me sqaru në këtë kapitull, në këtë ders, për faktin se mund të ketë keq kuptime. Mund të ketë keq kuptime. Pejgamberi sa më tha, njëri më i keq është ai që i ka dy fytyra. Domethënë ka dy gjuhë. Një gjuhë ka për këtë citat, një gjuhë ka për këtë citat. Mirë. Këtu e ka përmendur pejgamberi Buhari rahimahullah hadith në Aishës radhiyallahu ta'ala anha,
e cila thot se ka ardhur tek pejgamberi alayhis një njeri e ka lyp ne me i mrena. Nuk ka ardhur tek pejgamberi çka dhe ka thonë, a ka izme hite pejgamberi. E i ka thonë pejgamberi o ar filani, ka thonë pejgamberi lënë me hy se ama boll burri ligësht. Ka thonë lënë me hy ama burri ligësht kjo. Kur ka hy pejgamberi ka fol mirë me to. Elana lahu al-kalam ka në hadith Aishës radhiyallahu anha, non ka fol fjalë buta me to, ka fol fjalë, domon mohabet mirë ka po. Edhe kur ka shkuar njëri Aisha i ka thonë ja Rasulullah, tha po njërin çështë, pastaj bën Allah me to ç'ish bune. Do ç'us në lidh kë. Nëse njëri lig, ama mohabet ka po mirë me to. E çfarë thot pejgamberi alayhi salatu wasallam? Tha o Aisha, inna sharra an-nasi, njëri më i keq është ai që njerëzit e lojnë ose ruhen për sherrin e tij naut. Domthon, të ndërruzën, ka njerëz të cilët janë nga gjuha të këqij, janë tolt. Po të bjen puna me ta. Nuk mundesh me gjithë me i në diskutim e në debat. Pejgamberi këtë njerëz se ka lëvdu, se ka thonë a mujtë e marr betrim, a mujtë ja se ka lëvdu pejgamberi. Na di s'ka që ka lëvdu. Mirë po e ka zbut mohabet me ta. Si ka thonë një njeri ligë, njëri keq. Pse si ka thonë? Për faktin se ai ku i keq edhe në gjuhën e tij. Ka mujtë me thonë diçka pejgamberi sa, me neçmu pejgamberi sa, pastaj kishte pas pasoja. Njëri më i keq është ai që njerëz nuk janë sigurt mohabet me ta. Muslimani është e kundërta. Çka ka thonë pejgamberi për muslimanin? El muslimu men salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Musliman i vërtet është ai që muslimanët e tjerë janë të sigurt nga gjuha e tij. Do shkon te dikush me vëllaf, edhe është i lig, e ta kap një pjesë dikon të tjetër tonë pozicion, do ngomë boja ti që të thonë u kry mohabeti, edhe ta merr mohabetin për të keq, thonë nosha me të fol mu, që thot po dhe mazi më bafsh, apo? Nuk është i keq, është i lig, të kap mohabet, ta kap një pjesë të mohabetit, ta përhap veç ato çka don. E kur është kështu, njerëz a janë sigurt me të mohabet? Nuk janë sigurt. A janë sigurt me aqeni sekret? Janë sigurt. Se e keq përdor mohabetin, është njëri lig. Ose për shembull nga ligësia e tij është që shkon për shembull një mohabet që ka me të, e keq përdor me fut armiqësi me dikon tjetër. Me këtë çurt mos sill, në esencë do të më lënë sa më pak me të mohabet. Po të bën mohabeti me pas me të, në mohabet për gjithë shumë lodhë që shka lodhë, po shkojmë punë mirë apo ani mirë, çështot nga se e ka gjuhën e ronë, e ka gjuhën e keqe. Besimtari domon e këshillon dikën, i thot diku që ka mirë kuptim, ama diku që mund nuk i vrash në gjuhën, në çmus, nuk i nevojë me hime të mohabet. Nga se domon dëmi mund me kon shumë më i madh. Dhe njëri i keq është ai ka thënë pejgamberi i cili domon nuk rrin me ta pse është i lig. Nuk rrin me ta se si sigurt për mohabetin e tij apo. Çka është i keq? Nga se muslimani është i sigurt. Muslimani kur kimas pajtim ta lën aty. Nuk të keq kupton, nuk ta përhap të keqen, nga se i sigurt te muslimani. Ama te ky që është i dopt i lig, si i sigurt mohabet me ta? Si i sigurt? Ka mundësi për shembull të bëni mohabet, shkon për shembull si përpara që ka qenë në kohë të okupimit apo ti ka thënë fjalët të armiku merre, ky ka bën jetë pa pasur ti kur ose ke bën llaf kështu më radh, e kanë marrë një qafë, kanë burgosur kështu më radh, njëri lig është. Njëri lig sot tradhtar është domthon është njëri që të bën dëm çdo mohabet me to çka ke llaf. Ndaj mohabetit përgjithshëm, edhe pejgamberi këto nuk është që e ka taku domthon këto me një fytyrë apo me një fytyrë, lënë nga saj. Pejgamberi ka pas një fytyrë. Pejgamberi sallallahu ka pas një komunikim. Mirë, po me njerëz e lig ka komunikuar sa murujt peshërit tina. Andaj ka dallim mes të parit dhe kësaj situate. Ai pari është i lig edhe për interesat vet i ndron mohabetet. A këtu këtë rast pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur kit bësh me një lig, kujdes mohabet. Sa më pak mohabet, më qet krye. Nga se çdo mohabet i tepruar me ta mund me pron situata të pakëndshme, me të fol keq, me thonë diçka që nuk din çka i bën masani. Çka i bën masani për shembull, as nuk e që Allah na u çoshe e i bjen, s'është kjo ull, as nuk e që e duran, as nuk është, çka i bën apo? E po i thosh vetes tira rrugë mos hin llaf me ta. Pa edhe njerëz do të mbrojnë mohabetin apo. Se pak me lut pi hesapit, ta thot një fjalë të keqe, ta thot një fjalë tron, nuk din ç'musil. Allah nuk din ç'musil. Prandaj të ndërvozën ka situata kur muslimani nuk bën me reagu për shkak se ka mundësi me shkaktuar reagim çaq tult nga pala që nuk din pastaj ç'u reagon. Nuk din ç'u bën pastaj.
nga këta njerëz lik të mbrojt, sa më pak. Me nejt sa më pak më taku me ta, mbrojt peshërrit tyna, mbrojt peshërrit tyna. Prandaj ka thënë pejgamberi sa njëri më i keq është ai që njerëzit largohen prej tij ittiqa fuhshihi, nga se ruan për ligësisë tij apo. Ruan për ligësisë tij. Do pse thënë me ta i legosht, Allah na ruaj të jetë në qafë, të jetë në dorë mohabeti me ta. Dhe ky njeri i keq është. Muslimani është i hapur, muslimani është i sinqert. Kena muhabet, domethënë, kena mos pajtim në diçka që aty jetë mohabeti. Mirë, po me dorë mohabeti për jashtë, e më interpretua, keq interpretua, me shku atje, pastaj nuk jemi i sigurt me shkuar aty në aja. Nuk jemi i sigurt. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi el majalisu bi amanatiha. Mejliset duhet të jenë me amanat, me përgjësi. Llafin që e bojmë, muhabetin që e bojmë, që aty jetë. Jo në kuptim që mund të jetë sekret. Një muhabet mirë për hape. Mirë po të ndërvëzër. Qërët një muhabet e najna të pi qaj, 4-5 vetë. Të një muhabet, do muhabeti bëhet në frymë caktume, bëhet në kontekst caktume. Nëse e nëzirë atë muhabet dikun tjetër, ka mundëse me ka qëkutu pëse, më sukun pjesë e muhabet për fillimit. Ti me ka dhu për fillimit s'munësh, e veç një pjesë me ka dhu, mund të shumë me ka qëkutu. Prandaj, le muhabetin që të qëkun. Qysh ka lutë mirë, banë muhabet mirë, për fejl, një hadith, një shut, banë dhe muhabete të përgjithshme. Jo me nëzirë Allahut për jashtë, duke hapë mundësit nga për këtë kuptim, është ligësia. E njëri kur goditet nga rasët tila, çka bën herën tjetër kur thirrën, ja Allah më balans, s'muna marr. Domthon, realisht ligësia e nëse ka humbur smart, e çta njerëz më të këqij. Që të ngushtojnë me kon ndaj me ta, ngushtojnë me kon takim me ta. Duhet mbrojt muslimanë nga kjo. Duhet me kon tillë që njerëzit kanë qef me net me neve. Duhet me kon tillë që njerëzit janë të sigurt me net me neve. Janë të sigurt me çel temë me neve. Nëse din se këtë temë s'mundesh me rujt, nuk do më mohabet të fal, po të lugut ta mos më ngushtosh, s'di vëlla më fol për mohabet, as di për fjalën kur gjë, mos të lugut atë nuk më me vëlla. Edhe çaq. Ama më shumë mohabet, edhe ti ai tani veç aty më marr, kjo është ligësia. Prandaj duhet t'i ofrojmë siguri njëri tjetrit, munit sigurt njëri me tjetrin. Duhet munit sigurt në ato tona. Jo kur shkon të shtëpia thosh subhanallahu, pse fola më Allah, tani mund në këtë mohabet ma keq për dorë, me bëmi thon filonit, me bëmi çudi kon tani çush bavakia, e çështu s'bën me kon në ato tona. Kështu nuk bën me kon në ato tona. Po a thosh mohabetin çat vjetë se ton ta ruajn, nuk të përhapen, ose nëse përhapen, e përhapen të mirën, edhe në mënyrën më të mirë të mundshme që mos merren asnjë mundësi të keq kuptimit. Çështu me kon në ato tona, nuk kon takimet tona, nga se muslimanët me kon realisht ai që tjerë janë sigurt edhe nga gjuha e tij, edhe nga dora e tij, edhe nga gjithçka që buron nga muslimani, tjetë me kon i sigurt. Nga se na muslimanët në bazë të imanit ton do të jemi burim i sigurisë për tjerë, burim i qetësisë, burim i disponimi për tjerë, burim edhe i besnikërisë e gjithçka që na ka mësuar Allahu xhallahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra të ndërrozën në përmbyllje, shikoni 3 kapituj, në kapitullin për dyftyrshët, dënimi i dyftyrshët, njëri i keq i lik kushah që do të mbrojë pitina, krejt ku të qyr pse janë këta të këqij, për shkak se gjuna kanë të keqe. Ky tjetër që është i keq, ky pejgamberi nuk urrit pitin se ka mund të qumë me ra pejgamberi, ja për këtë punë, a me vraj, ja. Po gjuna ka pasron. E kur e ka gjundron, ruaj pitina. Dhe shikoj gjua, do të ta hub shoqërinë, gjua ti u raportet, gjua të bën të lig, gjua të bën një zmorul piteje, dhe mos e bëj gjuhën kështu. Bën e gjuhën që net me dashur, që fjala jote më qetësu ti, fjala jote më afro ti, më pajtu ti, çu më kom muslimani. I bën një gjuhë që don për çan, largon muslimanët, nuk ka gjuhë muslimanit, nuk ka gjuhë muslimanit. Muslimani edhe kur këshillon, din ç'më këshillu. Edhe kur dikon e qorton, din ç'më qortu. Ama poshtnimi, nënçmimi, përbuzja, përhapja të këqijave, të ligave, kjo nuk është adeti i muslimanit, Allahu na ruaj. Allah na ruaj për njerëz të këqij, Allah na ruaj për cilësive të njerëzve të këqij, edhe na bëft Allahu të mirë, edhe në fjalët, në veprat tona, e na bëft pasues të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, në fjalët tona, në veprat tona, në qëndrimet tona, edhe na ruaj Allahu nga ligësitë e dunjas, edhe nga dënimet e ahiretit. Allahu i shpërblet për vëmendjen me kaq për sot. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.